Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër është zhvilluar ndeshja e rallës e ligës Gjergj Kastrioti në volejboll për meshkuj, aty ku Vllaznia u mposhtë me rezultatin e pastër 0-3 nga Partizani. Të kuq treguan e përsigje gjithë takimit teksa ata fituan setet në shifrat 21-25, 21-25 dhe 14-25, duke marrë një fitore të pastër në transfert. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë Artan Kalaja tha se pavarësisht humbjes, mbetet i kënaqur me ekipin e tij, sidomos në 2 setet e dyta. Me të thënë drejtën, 2 sete jam i kënaqur me skuadrën. Seti i parë ishte vendimtar sepse çunat po jepshin maksimumin dhe s'morën rezultatin. Kjo edhe për faktin e disa gabimeve në arbitrim. Nërsa seti i tretë nuk është për të diskutuar, ndoshta ra morali, ndoshta ra besimi. Po 2 setet e para u luftunen dhe u bë lojë shumë e bukur, lojë rivalesh, lojë të barabartësh. Megjithëse ne luajmë kundër një Partizani me eksperiencë, kundër një Partizani të përforcuar në të gjitha drejtimet, të dubluar në të gjitha pozicionet dhe bëmë atë që mujt me më tepër. Nga ana tjetër, trajneri i Partizanit Ylli Tomori u shpreh se Vllaznia nuk bëri lojën e saj më të mirë të mundshme, çka u bëri më të lehtë atyre fitoren. Sigurisht pavarësisht se nga sa fitore vinte Vllaznia mbetet një skuadër për të respektuar, për të vlerësuar dhe as pak mos kesh në mbledhsim. Ne kemi luajtur me Vllaznin shumë ndeshje. Vllaznia është një skuadër që nuk dorëzohet dhe natyrisht sot nuk dha më të mirën e vet të mundshme. Por, loja ishte e mirë, patjetër, dhe solli këtë rezultat që mbaroi. Du të them për atë, ju keni drejt, Vllaznia vjen mbas 2 lojrave bindshëm në Kosovë, mbas 2 fitoreve të shkëlqyeshme në Kosovë dhe mendoj se edhe ne përgatitjen e bëm për një skuadër shumë të fortë, domethënë për skuadrën e parë në grup. Dhe nëse Vllaznia fitonte edhe sot, ishte patjetër e para në grup dhe shkonte të sigurt drejt gjysmëfinaleve. Për skuadrën shkodrane vjen humbja e parë në ligën Gjergj Kastrioti, teksa në 2 ndeshjet e tjera ka arritur t'i fitojë ato.